Jemi kthy kështu me debatin e javës, apo me diskutimin e javës. Sot do të flasim për mbrëmjet e maturës, çmimet, apo teprohet edhe gjithçka tjetër të e pas parasysh që veç jemi në prag të mbrëmjeve të maturës. Për me diskutu për këtë pjesë, në studio kam Blerina Krasniqi nga 2 Studio. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Dilara. Është kënaqësi të jem gjithmonë mesin e juaj. Arbeta Kryeziu, dizajnere. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si dhe Elsa Zenunaj. Elsa, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Apo teprohet me mbrëmjet e maturës nga të rinjët, kryesisht nga vajzat, apo e egzagjerojnë, ndoshta të themi pak stilin edhe gjithçka tjetër? Kur folim për maturat, na gjithmonë i marrim apo egzagjerohen ose apo bëhen pak. Amo gjithmonë janë komentu ma të egzagjerume, si çdo sen që komentohet kur është i egzagjerum. Unë nuk kisha thonë që ka make-up të egzagjerum ose make-up shumë pak. Unë kisha thonë që janë 2 llojet make-upëve, mirë i realizum edhe jo mirë i realizum. Unë maturantëve ju kisha thonë guxoni, eksperimentoni po në limite. Arbeta? Unë mendoj që maturantët do të me qenë sa ma thjeshta, po mendoj që po egzagjerohen, po mundohen mu duk si yjet Hollywoodit, gjë që është thjesht mbrëmje e maturës, sa ma thjesht që dukesh, është sa që ma bukur, me rëndësi është me shku, mu knaq, me shiju, edhe ju me investu shumë për shembull në veshje ose ngrime që janë të i bu. Elsa? A egzagjerohet tepër shumë. Më ka rast pako që 3 vite kështu të radha zeme për cjell mbrëmjet maturës në për çdo qytet Kosovës. Çka kum po one, po besoj që për një me që shta edhe parafolësja dhe yjet e Hollywoodit duken që ashto. Ka fustone tepër të egzagjerume, ka grime tepër të egzagjerume. Flokët janë kryesisht tek drejt ose drejta, ma që jena mësu ma zakonisht edhe me i bo, mirë po me pjesën e grimit, edhe me pjesën sidomos të fustona, vjen tepër të egzagjerume. Çka jo kisha thonë është që me mbete ajo e thjeshta, me mbete një vojzë 18 vjeçare, i ki veç 18 vjetë dhe nuk po di, nuk jetu shkunuse, ose nuk jetu bona i farë ceremonie tjetër që mu egzagjeru që atë shumë, sa egzagjerohen maturantët tek ne. Pse mendoni që po ndodh kjo trend ndoshta? Unë jam pak kundër këtë në dyja, më falni. Pse që të 3 vjetë e fundit, realisht maturantët janë shumë të informune, edhe trendi është pak ma i thjesht, janë të ndjek trendin, din çka dojnë, shumica po dojnë me shku me një lëkur ma të shkëlqyshme, në tonet nude, pink peach të letë, si grimere po flasë, për make-upi nuk e egzagjerojnë dhe i natë piksa e shohin të tjerët. Na jemi mësu të i gjyku punt e tjerve, na si make-up artiste nuk e shoh të egzagjerum, unë e prapë po mbes të ajo që e shoh jo mirë të realizum. Nëse një maturante e lyp një make-up të thjesht, nuk do me thonë me i kalu hapat e ati make-upit. Thjesht du me realizu make-upin krejt hapat, po me një sasi ma të dvogël të sasis. Ndoshta kjo, se për shembull ti ki shumë maturante që i bojnë buzë një dëse në ngjyrë tjetër piqë ose diçka, amo e teprojnë shumë. Ndoshta nuk i bojnë so buzë të veta. Ade ndalin jashtë standardit edhe jashtë ftyrës. Ajo është krejt sa i përket profesionistës. Një kliente, në këtë rast maturantja, nuk është e informume në krejt senët. Nuk është informume a i shkojnë buzë të matë mdoja, a i shkojnë majtë vogla. Ti ajo që dosh mja cek. Nëse ti e për një me profesioniste, asë një maturante që ti e ke nxerë, nuk ka më dalë e të prune, që shpethani jo. Unë mendoj që rrjetet sociale po ndikojnë shumë të maturantet, influenca, blogeret, gjdo sen që postohet, maturantet mundohen me kopju dhe mundohen po të ngjajshme. Këtë vit, kom hasë në shumë maturante që kanë kërku të one fustana pak ma thjesht. Kanë kërku fustana saten, lëkur, diçka të thjesht, nuk ju kanë pëlqy fustana që kanë qenë ma të ngarkum. Po për shembull, une që kom po vitin e kalu, më shkojnë që ka posë shumë fustana me shumë gurë. Shumë fustana me shumë gjyra desta. Ka qenë materiali, amo forma e qepjes, se pëndërhym pak profesion. Unë menoj që forma e qepjes u konë krejt thjesht. Ka dosht me shkëlqy, nëse një maturante të one, lyp pak ma shumë shkëlqem. Ajo njët përdeqme nuk ka qitë zicas, për diskutohet. Amo e lyp një make-up që shkëlqem pak ma shumë. Nuk do më thonë që është i egzagjerum.
I egzagerum është nëse dënë mi qitë një parë qërpik tepër të mëdhaj. Nëse dënë me i ly buste kuqe, nuk është egzagerim. Veç thjesht dush mi aly në vija që ajo i ka. Egzagerim është madhësia e tepërt e tipareve të veta. Nëse ti janë zerë, tiparet qashtë bukra me make-up, për menimin tam nuk është egzagerim. Ama nuk është egzagerim pjesa për shambull e fustonave që janë topun tërsesht. Pjesën e dekoltes, pjesën e komve. Ta shti tjo se hape kome nëse hape pjesën e dekoltes. Hape den, jo të dy atë ndoshta. One jem të folë ma shumë ndoshta në qëtë aspektin që vitin e kalum, për ndonë atë e viti kalum, sepse edhe 2 vite para vitit kalum, ka pos fustona që kanë qenë për një met tepër të hapun për një vojsh që i ka veç 70 vjetë. Vulgaritat për Ape den, që kjo pjesë mu më ka pengu pak shumë, të qika të reja, se ti te ke fundi që ato ki me shku, me shoqet klasës, po ki me shku edhe me profesora që ty të ka njep mësem. Edhe tashti dush me logarit, si qaj profesor, ndoshta është edhe gjenerate prindërve to. Mu personalisht, unë kishar marrëm, i dal një profesori me këtë pjesën e dekoltes në altë hapëna. Ape din, po e thonë kështu... Nashta nuk e bëjnë lidhjen mes make-upit, flogëve, fustanit. Për shambull është kjo. Ka pos në pjesën e dekoltes këtë hapën flok të kapta. Ajo tani nuk është lidhja duhën edhe nuk e bojnë tani atë kombinimin perfekt që neve na duket egzagerim ose qështë do që e Po prandaj është mirë mi këshillu edhe mi ju të regu se qka i shkon edhe qka nuk i shkon. Unë e këm po shumë vajza që vinë me print e tyre, zakonisht me nanat e tyre. Për shambull ka ardhë vajza, para disa ditëve ka përosit një fustan, ka qenë do me thonë shpina hap, kama hap, edhe unë ja përfundova fustanin, po vjen tasht me tezën, në provën finale, jo, nuk po më pëlqen kështu, po du tasht mi avno dhe një go me mbyll pak. Do me thonë veç, ka dhe prind që janë pak ma fanatik, që nuk i lejojnë fëmit e tyre bashkë me bu qka dojnë, po në momentin që kur po ju japët liria, atëherë po egzagerohen ekstremisht shumë. Po, pra kanë, dikon pak edhe rreti edhe prind qysh i këshillojnë edhe ndoshta qysh ju rinë gati gjatë asoj kohë. Po në për fshatra... Të e pas parasysh që ka të bëj me një moshë të ndishme që ndoshta edhe nuk ndëgjojnë shumë. Në për fshatra nuk e bojnë këto sana, qka e bojnë për shambu në për qyteta. Se më ka raste kur kom qep prej shkullave që janë pak ma në periferi, jo, janë mundu në maksimum për shambull mu vesh pak ma mbulut. Menoj që kur t'i kemë 18 vjetë dhe na kemi kalu atë fazë, menojmë që na që ka dim zden kërkosh, kur unë e vendosi për vetën e vendosi ma të mirën të mundshme, edhe shumë pak i nim ato për rrath. Kryesisht, maturante që unë e nxerre, kemi shumë komunikim të mirë me to, edhe më vlen me cek që e kam një përkushtim të veçantë për to, për shkak se unë maturën e kom lonë në gjys, më ka ndodhë një rast shumë fatkeqësi natyrore realisht, kur unë e jam kënë të e bo make-upin të make-up artistja, më kalon në gjys, më kanë telefonu prej shtëpis, që më kanë ndru jetë gjyshja. Edhe automatikisht u ka në lutë gjithë shka. Nuk e mujtë, do të thëtë me shiu si mbrëmja. 2-3 vitet e para, mas ati viti që kanë ardhë, e kom di maturën si trishtim. As njëherë nuk e kom marrë maturë, kur u ka përmen matura, direkt jom trishtu. Kur fillova me e bo qëtë punë që e bëj sot, edhe nisa me nxerë shumë maturante, të i bo gati, e pas që së konë trishtim, veç thjesht të konë diqka që më ka met pik. Maturanteve nuk ja u lo pik kur gjo, kretë qka ato më lypin me bo, e bëj me shumë për kushtim të veçant, jo pëse si ja u bëj klienteve dhe rasteve tjera, amo me maturat... Pas ke një pik dopt. E kam një pik të dopt për maturat, edhe ja u plëcoj kretë sanët që ato kanë qaf me i bo, se e di vetë kur jam konë, më kanë met në gjys, më kanë met pik, nuk ja u lo kur gjo pik. Po. E kemi po që kove të fundit ka qenë edhe trendi pak që maturantët janë bo virale në rrjetet sociale, kanë përfitu mandej prej viralitetit. Ashtë pak kjo edhe ndoshta kjo esenca që të dalohen, do kanë pak ma ekstra, ka të bëj pak edhe me internetin, me atë se të bëhemi virale, të shohem, të shkojmë, të komentohemi. Unë e ka që rrjetet sociale janë të ndiku shumë. Ditët e sodit, vajzat janë të ushty cila përdokot pak ma special, pak ma e bukur, gjë që për mendimin tam është shumë gabim. Një garë bukurie në matur, pak a shumë. Po, është garë bukurie. Met gala, matura met gala. Po, është shumë gabim, se janë me moshë tepër të reja, edhe ma shumë duhet me e shikun nga kanë
qysh mu knaq, sepse është dita e fundit që ata po e shijojnë bashkë, se sa që qysh po dukesh. Se kom hasë në shumë maturante që jam vesh shumë jo praktike, grimi, krejt kuën ka nejtë kompleksu me ashto që po dukna, që po rri, jo të bo foto, nuk e kanë shiju atë mramje. E kanë shiju nështë videot në TikTok që janë bu virale, edhe jënë mburë me që ato që e kanë bu, gjithë që është asgjë për mendimin tam. Elsa? Unë prapë që ndroj të pjesa që maturantët e na e të projnë. Edhe s'ko ku shumë a heq që të mendim, nuk e di Se tash apo bëhet për mu bo virale, apo për çka? Se edhe mediat 3-4 vitet e fundit kanë qenë të pranishme, edhe janë bo paka shumë virale edhe në për media, përveç rrjeteve sociale. Po, tash me na thonë, a mëj me t'intervistu se më toke shumë bukur, e ka thonë po. Për shemë në rap matura o bom virale. Ka pas për neve shumë persona mu enda dhe sot më shkrujnë në TikTok, apo vjenë se e kena mbromjen e maturës, që ka qora kena me dojnë me bo parakalimin. Apo është një pjesë tjetër shumë interesant, ndoshta që shumë parakalimet ashtu bohana për qendër qytete, edhe ndoshta për me ronë sy edhe tek tjerë që ka jam, me isa jam, e sene, e ndoshta edhe për qëta bojnë ma shumë. Apo që ka e kësha thonë është për shambull, qofse ti nuk ndihesh rahat shumë në tokat larta, pse me i madhë, më si madhë. Ma mirë madhë një por që ti ndihesh rahat, se kur shkësht në restorant, me hek edhe me kësy doth, tani. Që kjo është një pjesë për një me që shumica e bojnë ndoshta veç për foto, po jo për knatësi mas nejna. Se në qofë se e ki një fustan shumë të hopu, nëse të egzageru mu si diqka, ti nuk ki mundi rahat me to, nuk ki me mujtë me shiju çdo moment bromjes. Viraliteti u bo trend, jo veç maturat. Krejt. Krejt edhe dasmat, edhe një dasmore që po do këtë bukur, po bëhet viral. Edhe pse jo, nëse një maturante është u dok mirë, ishala jo viral, për shumë viral bëhet. Amo, e din qa është të sinë, sose tani me njerë po thirët në televizion. Ato janë pjesë tjera, i takojnë dikuj tjetër, edhe pse jo. Na shumë i natu i gjyku veç femrat, po edhe meshkuj do të me pos diçka ata, qka ka, na i sen që se dha ta në maturanta. Meshkujt si vjetë, me sa kam kuptu, prej një dizajneri që e kemi pas në studio, ka thonë kanë më udok oversize. Ma ka shumë si lëndrime, si klode, stile. Influenca. Po ndjekin trend, unë i kësha thonë maturave, mos ndjek një trend. Nëse ti si jetu ndim bukur në trendin, atërës ti s'ki me reflektu bukur. Po. Qërone kam përfundu mbromjen e maturës para 4 vite. Po. Qështu bëjam, Dilara? Po, 4 vite. vite. Edhe i kom shpenzu veç 20 euro. Nuk kom shpenzu kur gjo tjetër. Qka i kom shpenzu që të 20 euro janë konë që i kom bleni por toka, që së da asoj dite më kur si kom bërë. Soni jam tipi thjesht, nuk du sene me gur. Fustani në kom morë të gruja dojes, që e përshëndes. Qantën e kom morë të gruja dojes tjetër. Vofti ku marrë të teta, grimin ma ka po qika ogji që e kam i ka partisë, kështë që këti përshëndes. Edhe i kom shpenzu veç 100 euro, po menaj 20 euro, po nuk kom desh që mu duk shumë rënë. E kom pas një fustan zit tjesht, një grem pak, ndoshta flok drejt, kur gjo tjetër, një pak puca që i kom pas pak me gur. Amo nuk shkot, tash për shambull takat me gur, fustonin me gur, grimin shumë i ronë, flok drejda. A din qysh, në moshën që kemi qenë, si maturanta, kena mendu ndrysh. Për shambull, one klasë 9 e kom bu fustanin si Cherry Hillit, kërsi ti u kam krejt gurë dhe u kam penk, ashtu si princeshën të kësha. Tani, në klasë 12, fustanin si Trita Urës. Jo mundu në me ndjek të rendet. Po nëse i kësha pas... E pas ke di që keme konë dizajnere, edhe me pa tjetër i ke vëmendje. Valla, jëm konë me mendje me studiu mjekësin. Okej. Edhe jëm shku në mjekësin. Po e kom kuptu që nuk është mjekësia për mu. Ta është jëm këthy ka dizajne. Po nëse i kësha pas mend e sudit, isha duk shumë a thjesht. Unë e përnojnë nga pak të Elsa, ku tha që krejt me gur, shtiklat me gur, fustonin me gur, pse bot që kjo lidhja kitë komplet. Dere në atë dit, as një qik, as një vajz, nuk e ka knatësin mu dok yllin brëmjes. Ka shku eftunet e dikush ndasën, ka pas eventet ndryshme, amo jo yllin brëmjes. A dit qikat e menojnë se si ajo kërkush se ka rëndësin tjetër. Si kush, për vetën e vetë, menojnë që të më thonë është me rëndësisht mja aty. Edhe
nashti nuk din qa me bo ma shumë, e shfaqe në qatë mënyrë. Ndoshta. Gjithë shka që kanë pos qef, mi vesh një pashtikla me gur, po ka shku të tezja ndarësë, mi vesh një fustan me gur, po s'ka pos mundësi se s'ko nusja. E ajo i ka përfshi krejt qatë det, edhe... Ndoshta edhe kjo pjesë indikon, më shumë të. Për shkak të përvojave që i kam, po e përboj një përmbledhje t'il që mundet të Amo edhe tash për shembull të pjesa tjetër. Tu i arsyetuan e të ngonë. Amo edhe të pjesa tjetër për shembull nëse veç shëndet. Nëse veç veshën me çka shron, edhe normal që ajo ka një kosto financiare më të madhe. Gjithmonë. E tash të një prindje me një rrogë mesatare në Kosovë, mu çu për një natë, mja argjit po thom, 1.000 euro, është edhe ajo. është e tepërt. Amo sot edhe po punojnë vetë, shqyqyr janë mundësi. Shqyqyr, po punojnë vetë. Po punojnë edhe vetë, edhe po shpenzojnë deri në atë pikë sa s'pjaunin mo. Po. Edhe shumë mirë po janë. Ditët e sotit ashtë edhe fustanat po i marrin me qëra. Për Edhe shkak ajo që mamati jena detyru ose mi ble ose mi marr të dikush familjar, se se kemi pasë mundësin me marrë me qëra. Po ju kësha bu thirrje krejt kolegëve të me që qmimet mos me i bu shumë të larta, si në shitje ose si me qëra, se shpesher po abuzojnë. Nështë e kanë një emër pak ma të madh, edhe po abuzojnë me qmime. Edhe pse, na si shqiptar, si mentalitet, na vrapujna shumë pas emrit. Shumë e vërtet. Krejt kënaqëm, për shembull, me shku me vesh një fustan në dizajnatore që është pak ma i famshëm. Po, nështë qepja është e njëjtë, si të aj, si të këtë tjetre, po na kena qef ashtu që reon jom vesh, për shembull, të Valdrini, avden, krenuhëm. Sidomos ndoshta kur nuk e mendon edhe shumë koston edhe gjithë shka tjetër. Po kur kam i pagu dikush tjetër. Kur kam i pagu dikush tjetër. Nuk e mendojnë, se në qofë se ti i pagu që asë fustan 1.000 euro me pare që ti ki punu vetë, valoj jo një herë, po me 90 herë, se nuk i jebë, s'ki shonë sa mi jabë. One kur jem shkuna për... Më falë, Dilara, si ndoshta ta ndërpriva pyetje. Kur jem shkuna për mbrojnjet maturës, ka pos maturanta që kanë morë G-klas për më ardhë dhe me bo stila. Pse me morë një G-klas për më ardhë me bo stila? Me rëndësy, mu bo trend. Mu bo trend. Po nuk ka gjithë qka për mu bo trend. Edhe qefi i momentit, ja, sa edhe kur i pësha, me qa ke ardhë, për shambu del një katunar thët me rës. Ati asem, me zimi e thonë. Shumë mirë, e ka mundësin marë me orës. Perfekt. Jo, këto shumë është mirë, amo ti për shembull nëse i ki prind të punu, unë punis nga për i prindve. Mu personalisht, mu kishë dim baba dhe nona jam, mja u hek 1.000 diçka euro për i gjepit, për me shku mu bo trend. Nëse unë e kam një orës, edhe djali jam e ka maturën, edhe nëse unë si aja për usin, me shku në maturë është fa i jam, bëlla. Jo, nëse e ki ti, nëse e ki ti shumë mirë, ti jep, jalirisht, amo aja kështë morë me rend djali të rusina. Faj, tash, këtë është qështje shiesh, këtë tjetë... Po, kemi vetë që po... Unë jam përparsi gjithë qësh maturave, e kanë ditën e vetë, është dita... Diqesh është një ditë e rëndësishme e tëne. Nuk më rrim kur në atë mosh ma, qaq interesant duke në sanët në atë mosh, sa që kur... Unë e sot e kam urusin, amo në matur nuk e kom pas, sot së më do këtë interesant, për kësha pas atë ditë, nuk ishtë do këtë shumë interesant. Nuk e kam për një me veç kështë. Po, veç kështë si shambull. Se mos po të gjuhe. Amo nuk ja kësha prish shefin, pësam. One, asin që ja kësha prish. Pse m'ja prish shefin? Edhe unë jëm shku me kartë prindit tem matura, për den, po në nuk i kësha tho prindit tem paguj 500 euro për me morë një gjiklasë dhe më qu mu, ku policia nuk lojnë as me t'i kalu të nolin gjysë rrugës dosh me ecën kom. Jena të kondër, tas po vazhdojmë ashtë. Po kjo është edhe ideja e diskutimet, që jo krejt ndoshta me u pajtu se si shkon diskutim pastaj. Te na maturantët marrin një përkushtim të veçantë, edhe qyshe ceka, edhe një rregullim special. Rregullimet te na shkojnë rregullim normal special, nuk se feje se krejt këto qysh i kanë rastet. Maturantëve kom zgjedh mja u bo rregullim special, edhe 50% zbritje. Wow. Shambulli mirë. Edhe viteve të kalume, edhe si vjet, edhe se cilin vjet që unë e kom me funksionu, maturantët te na kam me marrë rregullim special me gjysë çmime. Po. E mirë shumë, se përderisa po flasim për çmime shumë të larta tash dhe për çmime që ndoshta e dim që në atë moshë shumë pak ka që i paguajnë vetë, realisht ndoshta duhet pak edhe me mendu për atë pjesë. Qa u të regoj një rast. Vitin e kalum feks, kër jam shku në Ferizaj me përcjell mbrëmjet e maturës, i kum pas 2 motra binake, një tërvist.
edhe janë do këtë për bukur, normal, bishin sy në krejt maturante që kanë qenë ato, po kër i kom pyet se sa kanë hargju, më kanë thotë që diku mbi 5.000 euro ka shku vlera e të dyjave. Tashtë në qofë se ti i ki 2 prind që punojnë, me rroga ka 500 euro, i ki 1.000 euro torna në mujnë. Tashtë ty prindi jo do të me të pununa i super punë, jo do të me hina i kredit që do shme loni jo 10 vjetë mas nena, për mi marrë dhe mi shpenzu 5.000 euro në mbrëmjet maturës për 2 persona, o fjalla. Kjo varet këtë sa den ti. Nështë ta ka hiperbolizu sa për intervist. Edhe ajo më në. Zbesoj se fustonin e ka pas shumë të egzagerum. Edhe fund duke që është vesh për i dizajnjerave shumë të njohur. Janë vesh, se janë këtë 2 binjoke. E tash mi argjit 5.000 euro, 2 motra, prej një shpije me dojtë 5.000 euro vesh për një natë, për menim të amin është të tepërt. Edhe s'ko, adin, Sa nuk kish me mëj kur me hej. ideale për juve me hargju një vajzë, pasaj flasim edhe për djemët se nuk u ndaljem të kjo pjesë. Për menim të amin, me qmimet e sodit, ashtë tu pos për asysh që nuk mëndesh ti më këpuca toka, nuk mëndesh me bleme 20 euro apë den, të mira është fjolla, dejnë 300-400 ma shumë jo. Edhe grimin tash krejdin më ly. Kërkush nuk del kërku pa o lypë, se s'pe bëm vetë, se me shku mja javë në rritë. Ja që ta Ai gare lopse, po bëjmë në rritë. 100 euro fustoni me qëro, Po, 50 euro grime, 150, edhe 50 euro tokat, 50 euro një 50 restorantin, 250. edhe restorant, 300, apë shetë 300, Një 400. që okej. një Amo 500 jo ma okej. shumë. Jo ma Arbeta? shumë jo. 300-400. Kjo e kish me qenë normale, do me thonë si pas juve. 300, po. E qka hyp 300 e të nalë, 300 dhe 500 unë e kisha thonë një normalitet. po nuk është Një pyetje ata normalitet, bëj? se po. Fustanin që jetu e qe për qëta maturonta qëtash, cili ka qenë ma i shtrejti dëri qëtash? Deri 100, me 100? qëra. Jo, qëra. jetu e qe, o shjolla. Shumica i kanë marrë me qëra. Okej. Shumica, mu i me thonë po thuaj se A ma krejt. ashtu me nënë që edhe me qëra për një natë është 100 euro shumë? Po, zakonisht nuk është që ti kthejnë gjithmonë gjendjen të dëmtim. shemaren. Po. Tash do të me llogarit që pastaj ka mu pastru ai fustan, ka mu rregullu përsëri, jo kanë mu pagu punëtor që e rregullojnë, hinë shumë sana në taksat fustanit. Okej. Edhe për këtë arsye është çmimi 100, amo po flas për fustana që janë pak ma të egzagerum, se ka fustan 80, 50, Okej. me qëra. Okej. Po fustana që janë kështu shumë të egzagerum, me gur, me pa tjetër, gjatë mramjes dëmtohet ai fustan. Po. Nuk është si në gjendjet më parshme. Ta është ti do shkrejt ekstra për zytë, nështë ta mi a ble gurt, mi a në gjitë, me qumë pastrim kimik, me këthy në dyqan, me busin gjendje dhe më parshme. Blerine për ty? E për grem? Sa... Për okej, grem. çmimi më i madh, po do me thonë për... Çmimin e A i ki standarda për krejt? Unë tash, rregullim special, se ka prej qikave që veshin lypshin, unë po du ma special, unë e po du pak ma thjesht, unë po du edhe nuk kena bo dallime për asnjënën. Okej. Rregullimi special, 90 euro kushton studion ton, me 45 krejt maturantët e kanë ofertë. 45 Nuk euro. është grem edhe flok. Grem edhe flok. A, kjo është e gjë arsyeshme, normale, është arsyeshme, Shumë realisht. normale, momentin që unë e kom pas, qika që janë konë edhe me prente vetë, pjesë mars, nuk i kem kushtet, i kam 3-4, e kam 2 qika semi maturante, e kam edhe 2 maturante, do më thonë 4 matura i kanë dalë prej shtëpis, automatikisht e kemi bu pa pagesë. Jo për shkaqet publicitetit, po thjesht si cila që nuk i ka mundësit, let vjen let na thot pa problem, jena edhe prej kësaj pjesës shumë Po më pëlqen pjesa jote. Mirë, është përgëzoj. është shumë njerëzore. Shumë e Se vërtet. se cili që vjen edhe thot, më fal, nuk ka mundësi, apo më përkra, nuk mundë me blej, ose nuk mundë me marrë me qëra, unë e menoj që se cili e kishë bo këtë sen. Po, ama unë e menoj që jo bashkë secili, jo bashkë secili. Eksperiencat që na kanë thonë, kem shkuj, kem thonë dikujt, x personit, më ka bullizu, më ka qitë Prej lokalit, po. Po që ti patika qëfar i paske, pa e nuk ka me dalë desh, a e normal që dejtë ti ka mu vesh, nuk e dish dej ku ka ardhë, ajo veshja e saj.
ti bën e punën tone. Shumë vështirë është marrë të dikosh edhe mi thonë nuk i ka mundësi me u rregullu për maturë. Matura është obligative, na e quajmë obligative. Ndosën të dikosh edhe nëse nuk shkon te frizer ka hecë është problem. Amo në maturë diçish e kime patjetër më dokë. Nuk don me ndosh fëmijën tënd prej të tjerëve. Edhe vinë na thojnë a bën bre pak ma lirë ose diçka, automatikisht nuk ka ma lirë. Definitivisht ja kisha bu pa pagesë. Apo që kjo është që kryesorja, më pëlqej që thënë nuk do me ndof fëmijën tonë për të tjerëve. Shumë prind lojnë shumë sene mas, kur e din që në qershor e ka fëmija i vetë maturën. Apo den, do shta kursejnë çdo muaj, nuk hajnë ose nuk blenë diçka për vete, në garderobë dhe nuk e dallojnë fëmijën për tjerëve. Po, për shkak që janë edhe ekskurzionet edhe shumë shpenzime, gjë që ndoshta edhe shkolla i ka pak fajet, për mendimin tam. Se e shtin maturantin paguj ekskurzion, paguj ato, paguj këto. Po. Ama ma shumë javë vlenë ekskurzioni se mbrëmja maturës. E vërtet. Unë e kom shiju ekskurzioni. Edhe unë. Mbrëmjen e maturës jo, do me thonë. Mbrëmjet maturës unë e veqëm shku, mos më dopi shoqni, se për ndryshe nuk isha shku korë. Anë ekskurzion, që tash më thonë apo vjen edhe njëherë, jo njëherë, po pa me nuhet që tash ma ti hek një pikë. Djemt, e thamë që kanë me pas në stil ndoshta pak ma oversize, pak më ndryshe, trendin kanë me ndjek. Se eshin e këto? Edhe pse djemt ndoshta nuk janë shumë të egzageru, nuk janë shumë ekstra, po më duket që po vjen ky trend edhe për djemt ashtë. Me djemt s'kom pasun personalisht shumë eksperienca. Vitin e kalu me kom pas një djallë që kishke shumë aknen në lëkur, edhe ishke pak ma indiferent se shumë akne në lëkur, edhe meshkujt nuk i shojmë me shumë akne. Atëherë e thira, na informoj dikush jafër me vete, e kena thirë, e kena buni make-up që nuk u doke që ka make-up, edhe pse jo, edhe meshkujt ka pak make-up, ju s'kuqën vesht shumë pe sikleti, i kanë atë detajet, me bëni make-up në make-up, edhe meshkujve, Tu deshta me dalë. kush dhe që dalë, pse jo janë të hapun, nuk është ma jo koha me thonë, nuk shkojë nëse jo mashkëll, Jo, shumica janë të e bu. Në Prizren, na jena për Prizrenit, nuk kena pas qatë shumë. Po se, sidomos prej paragjykimeve, kështë dhe dalon vendi për vendit, po. Atë pjesë, amo së që s'kan nevoj, ka nevoj. Arbita? Krejt ka nevoj me bu grimin, si me do në studio, po flasë për meshkoj, si në mramje, si në dasëm, për mendimin tam dohet me bu. Nuk është diçka që do të mu paragjyku. Ashtu kështu, kur po shkojnë për shambull të berberi, pëngjërusin mjekrën, po mundohen me bu diçka, pse mos me bu pak grim që nuk duket, është shumë normale. Po ashtu edhe për nga ana e veshjes, kena pas shumë porosia që kanë kërku oversize, po kanë kërku edhe do modele ekstra që i kanë gjetë në internet edhe janë ardhë për mu duk pak meqi me partnerën që e kanë, për mu duk njajt. Do më thonë, partnerja ka siel shukën e vatë klasës, hajde për shkujna, unë e përboj fustani që shto, ti bëne setin, ashtu janë mundu mu kombinu. Unë mendoj që Klodit edhe lëndrimit ja u kam po shirin. Mendoj shumë që kanë me ndjek qatë rand, edhe vitin e kalu me kanë ndjek. Shumica e djemve kanë qenë veshun me tesha kat oversize. është pjesë e mirë, unë pëlqen. Sidomos teshat kat që i veshin me një majic për fundi ose me një këmish, duken mirë. Shumë mirë, lezat shumë dyqysh. Që kjo pjesë është shumë e mirë. Mas njëna për pjesën e grimit, po, pse jo, në shumë se veç e shojnë në vajshme, ose nuk ndihen rahat me pudër tjesht, me vendos, nuk ka shku me diqka. Më nuk është që më ka pëlqy shumë stili Klodit edhe lëndrimet. Pse? është pak me paragjyku. Okej. Nuk po du me thonë diçka që nuk dohet, po është një stil paragjykus që na si pupu nuk i na mësu me pa meshkoj të veshur të tillë. Dyqysh po duken si qiko djala. Pak ma bot. Ju bot heq vëllabi që me. Po, esenca dyqysh mashkull do të më tuk mashkull. Qka me vesh për shambull në gjallë matur që mu do Po veshe një këmish normal qysh i ka hije, ju ti me rjeta, ti me... Okej, ki pjesë kështë po. Nuk po mdo këtë shumë... është interesant,
po jo për një mashkull. Ndoshta sidomos edhe për moshën e maturantave se mund me qenë pishman pastaj se çka mundet me u komentu. Është shumë se di, mund me qenë pishman, kur të rritën thonë qëre Qa kom bo. Qa kom vesh ose qa kom bo, për mu është influencë shumë e keqe një stil i tillë. Ka pas veshje që kam pas tepër të bukura që kom thonë, wow, sa bukur pirren që kjo këmish, ose se edhe pse unë nuk e kom ndjek as pak Big Brother, po në TikTok je detyruar me pa videot që i postojnë konstant. Po stilin qyshe ka pas lëndrime, mu nuk më ka pëlqy. Nështë ta lëndrimi si lëndrem, ka pëlqy shumë, si tip. Ose si shok, ose si banor, qyshe kemi pa në televizion. Po vishjet e ti as pak s'm ka pëlqy. Kur t'jem të shpenzimet, edhe meshkuj shpenzojnë. Nëse thojmë na një fustan 500 euro, nashti një djallë, një maturant, i ka 500 euro një par patika në kom. Ose një orë. Ose një orë, ose një detaj, ose një par syza, ti për shtrajta. Edhe meshkuj të shpenzojnë, po diqysh kalohen, te i kalohen, kërkush në kemë... Nuk komentohen ka shumë. Komentojnë që ka shumë sa i komentojnë femna. Ndoshta nuk i komentojnë për arsyen që i veshin, ja u nëzirën, shfishtojnë popull ynyrën, që aty në kompletët, deri sa ma veç nuk bojnë me i vesh, ose ndoshta një këmishë veshe kombinon me 10 outfita tjetë, e ndoshta për qëta ose një ore për dorë dhe shumë herë. A mo gjithë që shpenzimin bejtët shpenzim? Po, e vërtet. Për shembull, vitit e kalume, kom po një maturant, e ka pas një orë diku 600 euro, po mdokët. E ka pas në dorë. Edhe mos zgabofsha, ka qenë mbromjet maturës me G-Class. Mos zgabofsha. Nuk jem shumë e sigurt, ama e di që u patë bo shumë virale dhe ka shpërthyr jeti për i qatë Po një orë shtrajt, po mendoj, ose një diçka, një si dhurat nga prendret, diçka që i mbet gjatë, pse jo që për mbyll një kapitull të rëndësishëm tjetës? Po feks, ajo shumë e pranushme, për shumë është dhurat modeste. 2-3 milion. Të mbet shumë kujtime dhe normalisht është e mirë sa ardhën, ama edhe t'jem shpenzojnë. Esenca është që na si popull jena pak popull i varfën. Se, për shembull, nëse printe me jetojnë në shtetet arabe, edhe nëse dikush vesh 2-3 euro, për ata është ku gjeq. është shumë normal. Edhe nuk veshën ekstravagant, që kjo është esenca, se krejt janë kështu me mbulesa për shkak kulturës, po kanë qef në i diamant, are, aksesor, Rolex, na i gjykojnë apse ka vënurën 600 euro për shambull, ata nështë e ka nurën 500.000 euro, Richard Mille ose diçka, ashtë se nuk ekzistojnë këtë sana atje, do më thonë. Ta është të temi krasu për shambull maturantat e Kosovës, me maturantat Italisë ose të nëjveni tjetër, ka dalim. Na i natë Hollywoodit. Na që kjo pjesa që na dalomi për fashion. Kosova për fashion, no, tjetër nivel. është pak kjo konkurenca, ma ndej që është po dokësh edhe gjithë qka tjetër që e bënë. Evropian, jem ma Amerikan. Të rënë zamër, shumë mirë që kena më rritë tu. One tash se po dalim për temës tim, tash e kena pas një dasëm, ku nusja i kaftu shoqët e veta kroate, edhe kroatët erdhen me u regullu të na, ishin diku 15 veta, ato lypshin një Albanian look. Nuk lypshin në make-up. Do me thonë, trendi është në Kosovë. Trendi në Kosovë. Kena avancu. Po, jena shpërnda gogja, edhe në këtë pjesën e make-upit, se në fashion, në fustana, në këto po dijet, no? Amo, erdhe dhe më tha, unë e thap, gjithmonë jëm ly make-up në make-up, nuk din me ma bon, qysh ma bojnë këto, edhe tha, unë e pedu sot me pas një Albanian look. S'ka lidhe që jëm të shku ndasëm të shoqja, një Albanian look. Të më thonë, jemi të veçantë në këtë pjesë. Shpresojmë, kemi të veçantë. Ja, sigur. Ndërko, Albania look është gjithë ditë na me lajnarë, sa që edhe kur dalim deri në dyqan, bile pak lajnare që jesom, ose buzë do të me lytë gjithë qysh. Po... Amo nëse është mirë i realizum, unë e prapë për bes të fjallë të mija, do këtë tepër bukur. Tepër bukur e vërtet pajtonë. Tepër bukur. Zdiskutohet. Amo edhe që e të projnë grimere tona, edhe që kemë grimere, që veç kanë hopë salon, edhe nuk din me të grimu. Ajo është pjesë tjetër. Është tepër. Ty të takon si gasitare me fojt në shpikujë. Për konkurencën, sigurisht edhe nuk mund është ndonjarë me japë shumë komente, se keq kuptohen pastaj. Cilat kishin me qenë këshillat, mesazhet për maturanta që përna shohin përmes emisionit? Këshilla ime për maturantet është që të vishën sa ma thjesht,
por me një grim pak ma të rëndë. Se shkon, ose nëse o grimi shumë i letë, veshja do të me qenë pak ma e thjeshtë. Po mos shpenzojnë shumë se nuk ja vlen. Këshilla jam është që ta bëjnë lidhjen e duhur mes fustanit, make-upit edhe të flokëve, edhe mos të kenë emocione qaq tepërta, se janë të shku me një vend ku janë rrit bashkë me ata që janë pjesëmarrës, veç në ta kontrollojnë emocionet. Për ndryshe, për ka pjesa qysh dojnë më dok, për menimin tam, ajo që dojnë më dok pak është normal. Ajo që dojnë më dok pak ma shumë është normal, qysh do që ja dojnë qefi që ashtë të le doken. Elsa? Ore kisha mi thonë që mos shpenzoni shumë se nuk ja vlen, ma mirë që të pore mi rujtë se kimi ja fillu studimeve dhe dosh me investu në diçka tjetër. Do kënos thjesht, që që tha edhe Blerina për 7 një atë pak të nëse grimit ose fustonit mi alove mendjen, edhe knaqën e shjeni, sepse që ajo është nota e fundit që ti kime ndo bashkë me shashëshni, se për një me krejtë tojnë kena mu po me pikafa, amo kur më nuk shije me pikafe. Ajo është Tek spajtona me këtë pjesë. Nejse, edhe spajtona. Unë e kam shëshni në shkollës mesme, po i kam krejt 3-4 qika që vazhdimisht jam me të kështu në kontakt, po krejt klasa ma nuk mujnë më mbledh kor. Unë një falenderoj shumë që ishit bashkë me neve, u knaqëm shumë, edhe po besoj që sa do pak kena përqu mesazhe tek të rinje që e kanë mbrëmjen e maturës këtë vetë. Faleminderit juve për ftesën. Me shumë knaqësim. Do ashtu shikues, është koha me ndjek një material dhe rikthehemi përsëri me ëmbël, vazhdoni qëndroni me ne.